Përshëndetje miq, do flasim për këto ara që i shartojmë. Është mirë të pastrohen. Këtu jemi në Dibër të Madhe. I kemi bërë që vitin e kaluar, po si që shohim, është si që i kam lënë, edhe po ta shohesh të shishive. Ndiqe nga afër. Ja, këta e kam pas lënë unë, mos e bëjnë baktia, se kje ka pas këtu rreth rrugës. Edhe po ta shohim, tu ka një këtë dia, shive. Edhe kjo. Po shive sa u bëhe egra këtu. Kjo ja merr gjithë ushqimin. Do e pastrojmë. Shive. Është gjina. Sepse kjo i ka marrë gjithë ushqimin. Ka zënë të di këto. Edhe poshtë kemi bërë 20 e sa shartime këtu. Po të ka një këtë gjitha, po këta marakli, kirin Amerikë, joni më shumë, nuk ri këtu, janë i fida. Po shive ka shku, kjo edhe me, pse s'ka këshu, ja, ka shku afër 3 metra. Ja dhe tjetra këtu kam bërë rreth e për qark, dhe mollat këtu i kemi pre. Shive, ta shohim këtë. Ka zënë shive kjo ka qitë 500 dega tegra. Kemi pas pre. Ja, dhe kjo ka zonë të dia. Po ta vesh, shive sa e varfër ka met. Shive. Ja, dhe tjetra ka zonë. Edhe tjetra këtu. Ka ik. Shive sa dopta si. Është asgjë me edhër. Por në qoftë se ne nuk u presim degat, që të nxjerrin këto tegrat poshtë, suksesi do t'jetë pak më i dobët, sepse këtu ka një këtë 3 kalemat, amo, shive, ka një këtë 3, po shumicën e ushqimit e marrin degat e egra, dhe nëse nuk i presim ne këto, gjatë gjithë kohës, shive, sa ushqimin e kanë marrë këto dhe kanë ngellë mrava. Tu më pasu deri në fund shtatorit, her pas here, çfarë kemi në shartesa. Shive dhe tjedra. E njëri ta gjë, ka ikë. Po nëse kemi shumë degra pa pastru, ja marrin ushqimin komplet kësaj. Ja dhe tjetra, nëse pra nuk i presim miq, nuk i pastrojmë, zhvillohet pak më pak. Edhe këta është mirë nga fundi korrikut pastrohen, pritën se zhvillohet më mirë. Shit. I pastron edhe ikën ajo, sepse edhe dilli e ngroh dhe nuk ka ikë të shikët vit, mund të qelë edhe në kokët kjo e kështu me radhë.